Mendimi im, nuk e shoh këtë që qëndron këtu problemi, sepse janë ulur tarifet e tjera, janë rritur eksportet e produkteve si soja e të tjera, përkundër balancë të këtyre produkteve, megjithatë kjo është mendimi juaj, por ju jeni mendimit që këto kanë shkaktuar edhe uljen e nivelit të blerës, që mund të quhet ndryshe affordability. Po, jo vetëm kaq, por fermerët po kërkojnë shesin tokat e tyre me një çmim shumë të ulët, toka që i kanë pas të trashëguara në breza. Dhe për shkak të këtyre ata po kalojnë në strese psikologjike dhe po vi këtu tek shëndeti mendor, që lidhet me një tjetër platformë që unë kam në politikat e mia. Dikur në për këto ferma apo në këto zona rurale ne nuk kishim klinika psikologjike dhe po kërkonim që të afronim distancat e këtyre klinikave që të shërbenin njerëzve në këto zona rurale më mirë, ndërsa tani jo vetëm që ne nuk e kemi afruar këtë distancë për njerëzit të kenë shërbimet të shëndetit mendor në zona rurale, por ne po shtojmë njerëzit, po shtojmë më shumë njerëz që kanë probleme me shëndetit mendor për shkak se duhet të shesin gjithë këto prona dhe nuk i dihet kujt ja shesin. Kemi data centers problem. 3 or 4 data centers in Michigan already decided to. Unë jam kundra këtyre data centers. There is a Chinese data center in Michigan that Gretchen approved. Dhe unë jam kundra vendimit që Governor Whitmer bëri për data centers. Dhe të të them diçka. Unë kam punuar për Governor Whitmer në fushatën e 2022-shit, madje edhe përpara kam punuar për atë dhe për kandidatë të tjerë. Isha shumë e zhgënjur dhe kam thënë publikisht. Që jam e zhgënjur, megjithatë duhet marrim parasysh edhe momentin ku ndodhemi tani. Po. Sepse dinamikat nuk janë vetëm politike, nuk janë vetëm në shtetin e Michiganit, një vend federal. Dhe unë nuk jam duke justifikuar askënd, por po them që vërtet jam shumë e zhgënjur, megjithatë, unë si Edlira nuk doja të kisha asnjë data center në Michigan. Por të paktën, nëse nuk mund ta parandaloj në të gjithë Michiganin, unë nuk dua data centers në Macomb County apo zonat përreth zonës time, ku është distrikti 24, sepse shumë e drejtë. Edhe miku jon Renisi nuk e deshte, më përmendi si një nga problemet kryesore, sepse është afër zonave të banuara. Po është problemi që Michigani ka ujë sa duash, data center duan ujë, dashje pa dashje, diku do të vendosen. Është e vërtet. Por populli nuk i do data centers. Dhe në qoftë se do bëhet një zgjedhje nga populli, sikurse e thonë disa prej njerëzve që kandidojnë, që e lënë çdo gjë në vendimin e popullit, është bërë një survey kohët e fundit dhe ka dalë që 86, nëse s'jam gabim, sepse nuk e mbaj mend mirë, të më falni, le të themi 86% e Michiganers nuk dëshirojnë të kenë data centers në vendin e tyre. Dhe po shikojmë se si këto data centers, çfarë rezultatesh po japin në shtete të tjera ku janë ndërtuar. Uji po bëhet i pa konsumueshëm, po bëhet shumë i ndotur. Jo vetëm atë, po thahen liçenet apo ujërat që ndodhen ato zona, sepse kërkojnë shumë prurje ujore për të ftohur makineritë. Dhe jo vetëm kaq, po kërkojnë shkollave që ndodhen rreth data centers të mos përdorin më mjetet elektronike që kanë për të kursyer energji. Dhe DTE Energy po kërkon më shumë të lidhi kontrata me data centers dhe po heq dorë nga dhënia e këtij shërbimi njerëzve të thjesht apo popullit të thjesht amerikan. Data center është dhe zhvillimi është i së-ardhmes. O do ta kufizojmë zhvillimin e së-ardhmes, o do gjejmë praktikën e saktë, mendimi im, që të plotësoj gjitha këto kërkesa. Ju keni platformën tuaj,
Ju thoni asnjë data center në Michigan. Përderisa ne nuk kemi data center në distriktin 24, unë dua që ky distrikt të mbjellet i tillë. Jo vetëm kaq, por shumë vendime në distriktin 24 edhe do sjell këtu Washington Township janë marrë me dyrë të mbyllura. Dhe ka qenë rastësi që populli i Washington Township apo Lennox Township, që është townshipi fqinj në zonën time, kanë gjetur të dhëna të emaileve të ndryshme që janë shkëmbyer nga liderat e këtyre zonave me persona që janë lider të këtyre data centerve. Dhe kjo nuk ka sjell një vendimarrje nga populli. A do të ishit ju në favor të një referendumi në lidhje mbi këtë çështje? Do të isha në favor të një referendumi pas edukimit të popullit se çfarë janë pro apo kundra këtyre data centerve, që ata të vendosin në mënyrë të qartë se çfarë janë këto data center. Po le të them diçka. Populli, dhe unë jam shumë e lumtur, e ka bërë këtë gjë në mënyrë të pavarur. Një nga çështjet kryesore është çështja e shëndetit, e kujdesit shëndetësor. Teoria juaj ishte, si të thuash, kujdes shëndetësor free për të gjithë. Kjo duket si një parolë progresiste, megjithatë, si mendoni, është e mundshme kjo në kushtet e Amerikës, do thoja? Është ide progresiste, por edhe një herë do doja ta liam njan këtë term. Po. Dhe do merresha më tepër me faktin që ne si njerëz që kandidojmë, nuk kandidojmë për titull, më tepër se sa jemi shërbys të popullit. Dhe fjala origjinale për përfaqësuesit është të shërbesh zërave të këtyre njerëzve që nuk mund të arrijnë në vendimarrje. Është e pamundur që miliona amerikanë të shtypin një buton për ditë për çdo vendimarrje që merret në nivel federal apo në nivel edhe të shtetit Michiganit. Kështu që ne I shërbejmë zërave të këtyre njerëzve. Tani, për sa I përket shërbimit shëndetësor, sigurisht që në momentin që shteti I kërkon këtij populli që t'i besojë vetëm këtyre njerëzve që janë vendosur në krye, ta kanë për detyrë që disa gjëra që janë primare, si shëndeti, vendbanimi, një vend ku të banojnë, dhe ekonomia, për një shtresë mesatare të ulët që të jetë e përhershme, duhet të sigurohet këtyre njerëzve. Ky është traktati I parë që njerëzit në filozofi I kanë dhënë shtetit të drejtë që t'i përfaqësojë. Shërbimi shëndetësor është një pjesë kryesore dhe në bazë të disa kërkimeve shkencore që janë bërë, ka dalë që ne harxojmë shumë lek duke mos parandaluar smundjet dhe duke I kuruar ato në momentin që janë agravuar, sesa kur I parandalon ato që në momentet primare kur ato shfaqen. Kështu që janë shumë gjëra që kursejnë nga buxheti I një vendi. Tu keni shumë të drejtë, sepse ka sëmundje të cilët ka dhe një zgjidhje të caktuar, por kompanitë farmaceutike ndërhyjnë, nuk lejojnë arritjen e një zbulimi shkencor, e mbulojnë atë thjesht për të fituar nga të ardhur, nga shitja e ilaçeve që vetëm kurojnë simptomat e nuk zgjidhin problemin. Çfarë do të bënit ju më mirë, edhe si shqiptare amerikane, për t'i bindur shqiptarët që mos qëndrojnë larg politikës? Shpeshherë ne kemi një handicap, shqiptarët harrojnë të votojnë, apo nuk votojnë, apo nuk kujtohen për votime. Një miku im, kandidat demokrat, edhe ai më tha që priti në 2 qendra votimi, t'i vinin shqiptarët, ditën e votime paraprake dhe asnjë shqiptar s'u duk. Tani, këtë le ta mbajmë përgjithësi ne, por është nevoja edhe televizionit bëj punë edukative, por
edhe juve që trokisni der më der t'i bindni që shqiptarët ashtu si shfituar të ju, guximshëm, me iniciativë, me forcë, me mbështetjen e familjes, një drejtimi që shqiptarët të gjejnë përfaqësimin e tyre, jo vetëm për komunitetin shqiptar, mi pjesë e melting pot, siç quhet, asaj tenxherës amerikane, kur shkërien komsit, po të gjithë të jenë të angazhuar. Është vërtet, Rafael, Amerika është vendi ku ti mëson shumë nga diversiteti që ka, dhe shikon që vërtet ekzistojnë kombe të ndryshme nga cilët ne mund të mësojmë shumë gjëra. E përsa i përket komunitetit tim, një gjë që kam dirë në këtë rrugtim që kam ndërmarrë, që nuk është shumë i gjatë, megjithatë është goxha. Është domethënës, bravo një. Është i vështirë, sepse nuk shef shumë shqiptar. Kur kam parë Suzana Shkrelin, kam parë Renis Nushën, kam parë dhe Marion, një djalë që punon në Partinë Demokratike, është djalë i ri, më duket se sapo kam mbaruar shkollën e mesme, më zhdukur sikur kam parë gjithë botën në Partinë Demokratike. Sepse nuk kemi sa duhet njerëz të angazhuar në politikë. Dhe për më tepër kur je femër je nën, je bashkëshorte, je dhe vajzë, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë sepse ti duhet të vazhdosh të hecësh në profesionin që ke ndërmarrë, por në të njëjtën kohë duhet mendosh për shumë gjëra të tjera përdallë. Dhe unë si femër dhe si nën, do ngulmoja shumë që komuniteti ynë të fillonte dhe të edukonte të rinjt për pjesëmarrjen politikë. Vërtet mund na duket shumë larg dhe mund të themi që ne punojmë, këto janë fjalët e zakonshme që unë kam dëgjuar, unë punoj, ai tjetri që është me komsi tjetër më përfaqëson shumë mirë, fëmia im punon për atë. Jo, ne duhet të punojmë për veten tonë. Ne duhet të kemi fëmijë, duhet të kemi të rinj që t'i bashkohen këtyre radhëve dhe të kandidojnë, dhe të punojnë më shumë për komunitetin e tyre, të përfaqësojnë më shumë Shqipërinë. Shqiptarët që janë në Amerikë, jo vendin tonë,